Dhe pas të nisi operacionin nga zona e Arabisë Saudite dhe nga ana e Kuvajtit, të sulmoj dhe pas 4 vjetësh të ngeli prap të Se një realizoj do të sulmi parë. Po prit më të mbaroj më ret. Po pse se realizoj dot? Të sulmi parë, po realizoj pasi ra Rusia. A do më lesh të mbaroj? Po mirë, ha. S'ka problem, jo thjesht për do të letë mbaroj, po s'do të ndërhyj më. Okej, atëherë Saddam Husseini, se po e filloi në fillimi, po normale. Ishte dikush i cili nxirrte po themi probleme Amerikës. Dhe Amerika thoshte do bëjë një operacion special, do e demilitarizoj Irakun. Sulmonte Irakun nga ana e Arabisë Saudite dhe nga ana e Kuvajtit dhe pas 4 vjetësh kishte kapur vetëm 20% të territorit të Irakut, duke humbur 1.2 milion ushtar amerikan. Çfarë do thoshin për Shtetet Bashkuara të Amerikës? Do thoshin nuk do ishte dështim. Dështim, pa diskutim po. Nuk do ishte superfuqia që komandonte botën atë. Dhe kjo është për të kthyer në rastin konkret. Në rastin konkret është dështim për një vend tjetër, sepse nuk është këtu duke luftuar. Po luan Rusia për të zëvendësuar Shqipërat. Rusia po mirë, vazhdo. Jo, po tani, ama ta bëjmë edhe debate, po s'po lu Rusia. Po prit ta mbaroj unë pjesën. Po tani nuk po lu Rusia që të zëvendësoj Shqipërat. Rusia po luan që të thyej Europën. Ky është thelbi i luftës Putinit. Vazhdo 2 sekonda, Po. A do më lesh ta mbaroj? Po mbaroj. Pra, se po më pyet për Putinin dhe po të them. Rasti Putinit është i tipit të tillë. Pra, një gjë e cila është qartësisht dështim për statusin tënd që pretendon që je fuqi në rangun e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Unë nuk po them dështim për ty në kuptimin që ti je shtet më i madh dhe dalga dal mund të humbasësh dhe 10 milion ushtarë dhe s'ta ndjen shumë. Por dështim nëse ti pretendon që je në rangun e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, kur ti kërkon një botë multipolare, nuk kupton që siç është Amerika pol, ti jesh dhe ti pol. Siç është Amerika për 2 Amerikat, tjetër Rusia. Jo, po prit pra. Pra, kur ti pretendon botë multipolare, nuk kupton që është një pol Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një pol Rusia, është një pol Kina, dalga dal mund të dalë si pol India e tjerë. Pra, kur ti pretendon botë multipolare, nuk kupton që ata që janë pole janë pak a shumë në të njëjtin nivel. Barazi. Janë barazi, prandaj janë pole, përndryshe nuk janë pole. Është një pol i madh i veriut dhe të tjerët janë konstelacione që i sillen rreth rrotullt. Në këtë kuadër, kur ti pretendon një botë multipolare, ata bëjnë avokatin kjo është një pra, ky është praktikisht një dështim i këtij personi dhe që përkthehet në kuadër të humbjeve të jashtëzakonshme pa arritur një rezultat ushtarak në terren. Pas 4 vjetësh luftë, kur ti ke humbur 1 milion, 1.2 milion njerëz, a ka ndryshuar regjimi në Kiev? Jo. A është demilitarizuar? Jo. Atëherë ky është dështim. Ora, unë kam argumentin, po s'po do të ndërpresë, do më kthehesh prapë aty, Kled. Si po e shikon situatën, thash më shumë për të kthyer tek ajo që thot Vladimir Putin si argument. Domethënë, në Ukrainë po bëjmë një operacion special, ndërkohë tjetër gjë do të jetë përplasja, nëse do ketë një përplasje përfundimtare me Europën, sepse vetë Europa po parajmëron dhe po bëhet gati, ke patur general Gjerman, kishim së fundmi komandantin e flotës ajrore britanike që parajmëroi që bi dhe bia bëhemi gati për luftë. Nuk ka kapacitet ushtarak konvencional Rusia që të luftojnë në Europë, jo tani, po as për 10 vjet të ardhshme. Sepse para punës duhet ta rindërtoj kapacitetin industrial, vetëm armatimin, edhe më pas të veproj. Kjo është një luftë shumë e çuditshme, sa e re dhe e vjetër, është e re në kuptimin e përdorimit të teknologjisë dronëve, që janë risia më e madhe e kësaj lufte, por është edhe vjetër në kuptimin e bllokimit cilin kjo luftë ka hasur në front. Ato që ne shohim, Kupiansk, Prokhorovsk, Bakhmut, po dush, Andreevka, gjithë këto qytete që janë marrë nga Rusia, sidomos gjatë vitit 2023-2024, mund të themi, ose nga viti 2024 e tutje, janë përfitime minimale në raport me qëllimin fundor të të gjithë operacionit special.
Edhe mund dush ta krahasosh me Irakun, janë dy vende, Rusia me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë kapacitet tjetër ushtarak edhe organizativ. Pa krahasmë. Jo vetëm aq, po as Ukraina. Jo, po edhe është edhe pjesa tjetër që as Ukraina nuk krahasohet dot me Irakun. Për shembull, nëse do bësh një analogji, Shtetet Bashkuara të Amerikës refuzuan që në vitin 99 opsionin e një ndërhyrje ushtarake toksore në Serbi. Me refuzun, praktikisht, dhe lufta ishte vetëm një luftë konflikt i natyrës errore për shkak komplikacioneve të ndryshme, organizimit e shumë variabile, të cilat Iraku nuk i kishte. Po, ajo që po shoh unë paktën është kjo që Putini ka ngelur në një impas, pra ka ngelur i bllokuar në një situatë të cilës ai vetë kërkon t'i japi një lloj zhbllokimi. Sepse ka diçka, në një regjim autoritar si ai i Putinit ka nevojë për fitore ushtarake në mënyrë që ka nevojë për fitore, le të themi, cilat japin mundësinë që të ruajë legitimitetin e vimësinë e regjimit dhe këto ose Putini e mbështet suksesin e tij politik dhe vimësinë e tij politike në Rusi në ngjarje që kanë të bëjnë me operacionet natyrës ushtarake, Çeçenia në vitet 2000, Gjeorgjia, më pas po të futemi më vonë në harkun e 10 vjetëve apo 6-7 vjetëve aneksimi i Krimes dhe qershiza mbitor që do t'i ofronte një lloj imagjinate rusëve për një lloj rindërtimi perandorak të Rusisë ishte në shtrimi i Ukrainës. Dhe ai që ishte objektivi më i madh, dhe nuk do të ketë objektiv tjetër Putini përtej Ukrainës. Nuk ka objektiv tjetër ushtarak përtej Ukrainës. Mund të ketë objektiva edhe vendet baltike. Si ti lexojmë këto paralajmërimet që bëhen më? Po paralajmërimet për luftë janë përgatitjet për luftë. Paralajmërimet për luftë janë opsione të tipit fundor, pra një konflikt i natyrës bërthamore, se nuk ka arsye dhe mundësi tjetër. Me këtë do luftoj. Me cilin nga këto vende. Komandanti i flotës ajrore britanike. E vetmi opsion që mund të ketë Rusia në të gjithë këtë situatë është kjo. Unë jam dakord me atë që thotë që Ukraina ka mbrapa një Europë të tërë. Ajo që kërkon Putini është thyrja. Deri para Trumpit kishte edhe Shtetet e Bashkuara. Po, një sekond. Për Rusinë, Bashkimi Evropian si entitet është profilizuar si një entitet i rrezikshëm. Mos harrojmë që debati për Ukrainën ka filluar me kërkesën e Bashkimit Evropian është entiteti i rrezikshëm. Entiteti i rrezikshëm jo në kuptimin ushtarak, po në kuptimin e kapacitetit integrativ që ofron nëpërmjet projektit Bashkimit Evropian për vendet të cilat njëherë që mund dalin nga Suaza ose mund të jenë të mundshëm për t'u influencuar, mund të dalin nga Suaza e Rusisë. Dhe kështu që lehtësia operacionale që mund të ketë për influencë Rusia në rajon të kurret. Pra sa më shumë avancon projekti i Bashkimit Evropian, që është projekt paqësor, aq më shumë të kurret mundësia operacionale e Rusisë. Dhe në dy raste kemi që e vërtetojnë këtë që po të them unë. E para punës operacioni special në Gjeorgji dhe dyta operacioni special në Ukrainë. Të dyja janë konflikte që lindin në saj të dëshirës së këtyre vendeve për të qenë pjesë e Bashkimit Evropian para se të bëhen pjesë e NATO-s. Akoma dhe përpara se të bëhen pjesë e NATO-s. Sepse është një entitet i cili nuk ka një fuqi qendrore, i cili punon me shtete kliente dhe nuk ka aspirata gjeopolitike dhe interese gjeopolitik të cilat mund të përthyen. Pra, nëse Rusia sot futet në një marrëdhënie të mirë me Kinën dhe prishet fjalavien me një vend tjetër, Bashkimi Evropian ti po futet nuk keme se me kë prishesh, përveç se po dole jashtë Bashkimit Evropian dhe për këtë arsye Rusia dhe për te kësaj është alternativë Bashkimi Evropian. Është alternativë e qëndrueshme, e cila është edhe benigje sepse nuk ka aspirata gjeopolitike dhe aspirata kontrolli. Zoti ta fani se prandaj e hodha këtë tezën e asaj që thotë po të nga operacioni special tek lufta frontale. Dhe shpesh diskutohet që Europa është e papërgatitur për të përballur sot me Rusinë, prandaj ka një plan me 800 miliard e tjera blerje nëndetësesh sisteme shkundërajrore në Gjermani kishim Euro 3-shin
Britania ka porositur 12 nëndet se pra kemi një militarizim, le të themi, për sa i përket Europës në rastin konkret. Në një përballje të mundshme, fjala vjen Rusi-Europë. Kush mendon se aktualisht në një përplasje sot që flasim, nuk po them pas 10 vjetëve kur paret bëhen gati. Aktualisht, për sa i përket realitetit ushtarak të secilës palë, si mendon cili mund të jetë projeksioni i një lufte të tillë? Në drejtim të sasisë totale të njerëzve dhe të armatimeve, Europa është përpara. Pra, në total Europa, duke futur dhe Britani, si në numër tankesh, si në numër avionësh, si në numër, po themi, njerëzish, ka më shumë se sa Rusia. Problemi është tek disa faktorë. E para punës njerë, Europa nuk ka ato që quhen rezerva strategjike më mbrapa. Pra, ti mund të kesh shumë avion, po duhet të kesh dhe shumë avion rezervë, sepse avionët konsumohen, domethënë. Ti mund të kesh shumë tanke, po duhet të kesh dhe tanke rezervë. Ti mund të kesh shumë gryka artillerie, po duhet të kesh dhe gryka artillerie rezervë dhe depo municionesh. Këto gjëra Evropës i mungojnë. Evropa nuk ka investuar, po themi në drejtim të mbrojtjes, e ka ulur, për shembull, GDP-ja dikure në Gjermania Perëndimore diku e kishte 3.5% të GDP-s ja kushtonte në vitet 80 ja kushtonte mbrojtjes. Pastaj pas bashkimit të Gjermanisë, atë kur u tha që erdhi fundi i botës, nuk ka më luftra, vajte në 1% të GDP-s. Dhe hoqi shërbimin e detyrueshëm ushtarak etj. Pra, ndërka dal ka ndodhur ajo që është heqja dorë nga shpenzimet ushtarake në Evropën Perëndimore. Për sa i përket teknologjisë ushtarake, Evropa është mirë si në drejtim të aviacionit, avionët ushtarak europian, Gripen apo Mirage e tjerë janë si ata rus, apo edhe më të mirë, sepse kanë të koordinim, kanë tjera gjëra, do të thënë përsa i përket software-it të materialeve teknologjisë që përdoren. Tanket e kemi parë në fushën e betejës, tanket Leopard, apo tanket Abrams, apo Challenger, e tjerë janë më të mirë se sa tanket rus. Artilleria e kemi parë që është më e mirë se artilleria ruse. Sistemet e goditjes me raketa, Atacams, HIMARS e këto tjerët janë më të mirë se sa sistemet ruse. Pra, në çdo drejtim nivel teknologjik, Evropa është më lart. Atacams, çfarë është Atacams tamam? Është raketë balistike. Jo, janë deri me artilleri me rezet gjatë, në kuptimin që godet në një distancë e cila nuk kapet dot me artillerinë normale, domethënë. Pra, ideja e këtyre sistemeve Atacams është për të goditur në 150 ose 200 ose 300 km larg, domethënë, në thellësi. Pra, janë sisteme si puna HIMARS, pak a shumë. Jo, dakor. Dhe ideja është që unë pak a shumë e kam të qartë, po puna është që ata që po gjejnë ta kenë qartë. Ideja është që në drejtim të sistemeve Evropa është më mirë si cilësi, si po themi çfarë lloj gjë, performancë e tjerë. Problemi është tek thellësia, pra sa rezerva strategjike ke, sepse ti vërtet mund të kesh shumë gryka zjarri, artillerie. Po nëse ti harxhon 100.000 predha në ditë, po themi për një muaj ti harxhon 3 milion predha. Të duhen edhe 3 milion tjera që ti kesh në gjendje magazin fillim të muajit tjetër. Pra, ideja e thellësisë e qartë. Asaj Evropës i mungon. Evropa ka sistemet e veta të, po themi, po ka Evropën pa Shtetet Bashkuara të Amerikës. Jo, sistemet antiraketore për shkak. Sistemet antiraketore, Evropa ka 2 sisteme të veta, njëri është Iris-T-ja, e cila është prodhohet në Gjermania, dhe tjetri është SAMP-T-ja, që prodhohet në Franca dhe Italia. Janë ekuivalentet Patriotit. Pra janë sisteme të mbrojtjes kundërerore të ngjashme me Patriotin. Ka dhe sisteme tjera që, për shembull, Gjermanët ka një sistem që quhet Gepard. Gepard është si tip tanku, po ta kesh idenë, po është me gryka zjarri që qëllojnë me fishek, domethënë si puna për të një idenë e 12.7 që ka shumë pra artilleri e cila azison arit ka një radar i cili ka po themi raketën apo po themi dronin dhe e godet duke azisuar në ajër. Por gjitha këto
Evropa i ka dhe më mirë si cilësi, thua që problemi është i nuk ka- thellësisë. E qartë. Pra nuk ka një sasi të tillë që të përballojë një konflikt për një kohë të gjatë, sepse Rusia ka mundësi që të përballojë një konflikt gjatë. po Rusia Endri? ka, sepse Rusia ka trashëguar një potencial të jashtëzakonshëm nga ana e Bashkimit Sovjetik me 10.000 tanke, gryka topi e tjerë. Kuptohet janë të vjetër, për shumë ne kemi parë në Ukrainë tanke T-55 që kemi pasur edhe ne në kohën e Enverit ose T-52, domethënë janë T-62 edhe e tjerë, T-64, pra çfarë do lloj versioni që normalisht në perëndim nuk qëndron E më. qartë. Por ata e kanë dhe e kanë ruajtur në rezervat e tyre së ndërkohë që Evropa këto i kanë nxjerr jashtë luftimit. Dhe jo vetëm kaq, por Rusia ka vite që investon në drejtim të teknologjisë ushtarake edhe për më tepër Rusia ka dhe, po themi, atë që quhet, po themi, ekonomi lufte, që ka 4 vjet që është duke bërë ekonominë e luftës. Po, kjo është e vërtet. Dhe ekonomia e luftës nuk kupton që ti çon gjithë resurset e tua në drejtim të prodhimit ushtarak. Pra, çfarë humb në front, dhe humbjet janë të mëdha, ti i zëvendëson prap, zëvendëson tanket, zëvendëson, po themi, artilleritë, zëvendëson dronët e tjerë. Pra, në këtë drejtim Rusia ka kaluar në ekonomi lufte, ndërkohë që Evropa është duke u futur në një ekonomi për të përgatitur për luftë. Po jo se është në ekonomi lufte. Pra në një Dhe mundësi, avantazhi në një rrezik potencial të një luftës. Avantazhi që kanë rusët në këtë rast është që rusët janë përgatitur. Sot janë vetëm 2 ushtri në botë që janë më të aftat në një luftë moderne. Është ushtria ruse dhe e ukrainase. Sepse ka ndryshuar jashtëzakonisht shumë doktrina ushtarake. Doktrina ushtarake që ka pasur dhe Evropa, po edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është bazuar kryesisht në një veprim të kombinuar forca toksore aerore, por që bazohesh në doktrinën e luftës dytë botërore. Ndërkohë që tani me futjen e dronëve ka kaluar, është e kaluar kjo gjë. Nuk mund të bësh më mësymje masive, sepse asgjësohesh për një herë. Mësymjet tani që po shikohen janë me grupe të vogla, me infiltrime, me grupe të vogla të shpërndara për të shmangur dronët. Dhe në këtë drejtim, Evropa është mbrapa, Shtetet Bashkuara të Amerikës janë mbrapa, dhe më përpara janë Rusia dhe Ukraina. Edhe Shtetet Bashkuara janë mbrapa, që gjithë janë mbrapa në këtë drejtim, sepse nuk kanë eksperiencën e terrenit. Dhe kjo e bën që ushtria ruse të jetë më avantazhuar në një luftë, po themi, për shkak të eksperiencës që ka fituar në frontin e Ukrainës. Dhe në mënyrën taktikat, teknikën që të përdoret gjitha, janë diçka e cila Evropa nuk është e përgatitur. Evropa vërtet ka tanke më të mira, por nuk di se si ta përdori atë tank në fushë betejës, sepse ai tank për shembull azhisohet në dronët, i bin 10, 15, 20 dron për të azhisuar një tank, dhe ne kemi parë në Ukrainë çfarë ndodh. Pra, nuk shikojmë më tanke. Dhe ukrainasit vet ankoheshin dhe thoshin, ushtarët tanë që ne e çojmë për të trajnuar në Evropën perëndimore, nuk trajnohen ashtu siç duhet, sepse doktrina ushtarake luftës e Evropës është doktrinë e vjetruar tashmë. Dhe kjo e bën që vërtet që ti mund të jesh superior, por në krau tjetër ai ka avantazhin e eksperiencës. Dhe këtu vjen roli i Ukrainës. Për sa kohë që rusët janë të angazhuar në Ukrainë, ata ushtar me eksperiencë nga fronti i Ukrainës nuk mund të shkojnë në Balltik. Prandaj Evropa përpiqet tani që Ukraina të mos falimentoj, mos kapitulloj si shtet. Po që të qëndroj aty për të mbajtur të angazhuar 1 milion, 1.5 milion ushtar rus, derisa Evropa të bëhet, dhe Evropa mund të bëhet gati 2027-2028. Prandaj po investohet shumë, po ndërkohë ka prezantuar edhe një plan sigurie klet me 6, le të themi, çështje kryesore, 6 pika kryesore. Ushtri të Ukrainës deri në 800.000 trupa për të, le të themi, si deterrencë për agresionin, një forcë multinacionale në Ukrainë të udhëhequr nga Europa, të ndërtuar nga koalicioni i atyre i vullnetmirëve, një mekanizëm për armëpushim të udhëhequr nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ato që konsiderohen garanci sigurie për Ukrainën, edhe për
për Ukrainën dhe në rast se këto garanci siguri në